Mbyllja e qëllimshme dhe papërgjegjshmëria ndaj kanaleve të ujitjes u ka shkaktuar shtrenjtë banorëve të Nerashtit në komunët e Arcës. Rishjet e dendura të shiut kanë vërshuar rrugët, ndërsa një banor i është shembur muri mbrojtës anash shtëpisë. Ai thotë se ndihet i rrezikuar dhe kërkon që kjo situatë të zgjidhet sa më parë që të mos përsëritet më. Fati madh akon që në ka rrezu edhe shtëpinë, ajo akon më e mira që s'ka ardhur të rrezoj shtëpinë. E kam vat që ka mbështet për shtëpi edhe anal ati, edhe damet mund të shihen këtë që mban, për ka ardhur ai me shpejtësi të madhe ai bageri, edhe i ka hjek këtë edhe e ka pastruar vendin që për me mos më bë dëm shumë i madh. Se në përndryshe do bëhem dëm i madh nuk e fatale se mund të ki çështë shkar që mund të rrezoj edhe shtëpinë, ama prap më rohet një mur më efikas për më arsua edhe mos më ardh ujti për mos më ardh ujti prej vijave. Anje se unë nuk më disht ku ta bëj, ama shtë ka ardh rasti që mora më u bën se ujti këtu nuk vin në për shtëpia me shoh ujë hala për pi vijave tërma për më ardh me këta. Pi shtëpiave më ardh ujti këta në për shtëpia, se ujti vjen edhe pe vijave, ama tja kanë pi shiut. Kryetari i komunës së Arcës, Daut Memishi, deklaron se deri më tani nuk ka ndonjë dënëncim zyrtar për dëme nga qytetarët. Sipas tij, ekipet komunale dhe zjarfikësit kanë riparuar rrugët e dëmtuara menjëherë pas tuhisë, por ai nuk vizon se problemet vijnë si pasojë vetë banorëve që mbyllin kanalet e hapura rreth malit Sharr. Po konstatuam që në disa shtëpi kishte pak ujë të mbushur në disa podrumet, mirë po ato do të presim do të thotë në komunë të bëjnë shkresë dhe do dalim do të inspektojmë do të thotë ato dëme materialet të cilet kanë ndodhur në fshatin Nerasht. Disa rrugë të cilet edhe ju vetë jeni dëshmitar i pat, do t'i reparojmë për një herë, do t'i kthejmë në gjendjen që kanë qenë, por për hir të korrekcisë para qytetarëve duhet të theksojmë një gjë. Kjo është një dëm do të thotë që ka ndodhur nga vështrimet, nga rishjet e mëdha të shiut, mirë po vlen të potencohet edhe një gjë që në komunën e Arcës ne jemi rreth malit Sharr dhe nga shirat e rrëmbyeshëm i kemi të gjitha fshatrat do të thotë kanalet të hapur, kanalet atmosferik. Fatkeqësisht në disa fshatra kanë mbyllur me arsyetimin që rrugët e jenë më të gjera, mirë po e shifni që kur ka rishje të mëdha ata nuk janë në gjendje ta përbijnë gjithë ato ujë të madh. Dhe për këtë ndodhin edhe vështrime. Për dallim nga të Arca në Tetov situata ka qenë në kontroll dhe pa dëme materiale. Nga ndërmarrja publike komunale Sharri thonë se pastrimi i vazhdueshëm me rrjetet e kanalizimit fekal dhe atmosferik gjatë 2 viteve të fundit ka dhënë rezultate, duke bërë që pikat kritike të menaxhohen me shpejtësi. Edhe pse ka pasur rreshje të shumta të shiut, ne kemi arritur që shumë shpejt që në lokacionet ku kemi problem, që ta zgjidhim problemin menjëherë, të intervenojmë dhe nuk kena pasur ndonjë pikë ose ndonjë problem të madh i cili ka mundur të shkaktoj dëme, po ashtu siç e kanë nisur para 2 viti pastrimin e gjithë qytetit kanalizimeve fekal dhe atmosferik, edhe sot vazhdojmë në të njëjtat pika ku i kemi gypat kryesor ku kalon i gjithë kanalizimi i qytetit, vazhdojmë që t'i pastrojmë, t'i lajmë ato, që kur të ketë rreshje të mëdha të shiut të mos hasemi në probleme të se jemi hasur më përpara. Më problematike vazhdojnë të mbeten nënkalimet në lagjen Dardania, megjithatë falë ndërhyrjes së shpejtë të njësitë të zjarfikësve, uji grumbulluar është tërhequr dhe të 2 nënkalimet për momentin janë plotësisht të kalueshme për qytetarët.